mos na kishte shëlbuar. O mirësi e Në katedrale Sheh Lucia të Durrësit, besimtarë të shumt janë mbledhur për të marrë pjesë në meshën e vigjiljes së Pashkëve, një nga momentet më të rëndësishme të kalendarit liturgjik të krishterë. Ceremonia e shenjtë u drejtua nga Dom Marian Lumçi, i cili udhëhoqi lutjet dhe ritualet tradicionale të kësaj nate të veçantë. Kërkojeni bashkë me mua mëshirën e hyut të gjithë pushtetshëm. Le të kalojnë mbarështuesit e hyut dhe përfitoren e mbretit kaq të mrekullueshëm. Le të kumojnë me gëzim boria e shpëtimit. Le të gëzohet edhe toka e shndritur me kaq shumë drita dhe e ndritur nga shkëlqimi i mbretit Tamshuf. Le të vrej se u zhduk terri i Margoc. Le të gëzojnë edhe nana Kish, e stolisur me shkëlqimin e gjithë kësaj drite, dhe ky tempull të ushtrojë me brohoritjen e popullit të vet. Mesha nisi në orën 23:00 të së shtunës dhe zgjati deri në orën 1:30 të mëngjesit të së dielës. Mesha e vigjiljes së Pashkëve simbolizon kalimin nga errësira në dritë, duke përkujtuar ringjalljen e Krishtit dhe duke sjellë mesazhe shprehse, besimi dhe paqe për të gjithë besimtarët. Gjatë ceremonisë u ndes Siriu i Pashkëve dhe u zhvilluan leximet biblike që kujtojnë historinë e shpëtimit, ndërsa besimtarët u bashkuan në lutje dhe këngë liturgjike. Në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Vllazën e motra, në këtë natë të jetë shenjtë, në cilën Jezu Krishti Zoti ynë prej vdekjes kaloi në jetë, kisha i fton bitë vetë shpërndam në përbot të bashkohen për të na i zgjuar dhe për të lutë. Prandaj, nëse duam të përkujtojmë Pashkën e Zotit me negimin e fjalës dhe me kremtimin në misterin e tij, kemi shpresë se do të marrim pjesë edhe në triumfin e tij mbi vdekjen dhe se do të jetojmë bashkë me të në hyjon. Atmosfera festive dhe shpirtërore në katedrale u shoqërua me urime tradicionale për paqe, dashuri dhe mirësi në familjet shqiptare.